Garant ke pi shumë në natë festës e ki hangover të nesërën. E që 4 poza që të nimojnë me i largu toksinat prej trupit, e që mund është heq mës me u largu, bile dhe prej shtratit. E nëse kur s'ke bo yoga, ndoshta që kjo është arsyeja edhe me anis me bo yoga se mundet me të ndihmu. Yoga të nimon me i largu toksinat, me qetësu edhe sistemin nervor, edhe e rregullon sistemin endokrin, që ato gjandrat në trup që me një mënyrë funksionojnë si një lloj shole e WC-s në shtëpinë tone. Që e lëvizja e parë, supine twist. Kjo lëvizje nimon në tretje edhe i liron toksinat prej trupit tonë. Sigurohu që e bën në të dy anët edhe mbaje së paku deri në 2 minuta në secilin anë. Poza e dytë, poza fëmis. Kjo pozë e qetëson trunin, e liron dhimbjen në shpinë, plus ndihmon me balancu sistemin endokrin që e rregullon hormonet edhe njëjtën kohë sistemin nervor. Këmbët në mur apo mundësh edhe jastëk përfundi me qitë nëse s'don me dal heq prej shtratit. Kjo e liron dhimbjen në bark edhe tensionin, shpesh edhe presionin që e kemi në kokë pas pirjes. Mbaje për 2 deri në 5 minuta. Fetal pose, si bebja në bark. Është një pozë tetë relaksuese që e qetëson sistemin nervor duke u fokusuar tek frymarrja. Qëndro këtu spaku 2 deri në 5 minuta. Për ma shumë video si kjo, na ndiqni në krejt rrjetet sociale në Urban FM edhe bënja subscribe në YouTube.